Kalon edhe kjo. Në një kohë, mbreti I vendit dëshiroi t'ja bëjnë një unazë shumë unike për të. Një unazë të atill që kur të dëshpërohej, t'ju kthehej shpresa dhe kur të ishte I lumtur, t'ja përkujtonte që të mos mposhte nga lumturia. Askush nuk mundi ta bëj një unazë të tillë, që do ta kënaqte mbretin. Njerëzit e mbretit gjetën dietarin dervish dhe kërkuan ndihmë prej tij. Dervishi dërgoi një letër drejtuar argjendarit të mbretit. Pas një kohe të shkurtër, unaza ju prezantua mbretit. Mbreti nuk kuptoi asgjë, sepse ajo ishte një unazë thjeshtë dhe e zakonshme si të tjerat. Pastaj syrin ia vrau mbi shkrimi I saj. U mendua pak dhe në fytyrë ju përhap një refleks drite. Në unazë shkruante, kalon edhe kjo.